Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 9 dhjetor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që t'i ndiqni. 9 dhjetori është dita e 343 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 22 ditë. Ngjarje 1892. Klubet futbollistike Newcastle East End dhe Newcastle West End u bashkuan në një ekip Newcastle United FC. 1897. Margaritue Durand themeloi gazetën ditore feministe Le Monde në Paris, Francë. 1922. Gabriel Norutovic u zgjodh presidenti i parë i Polonisë. 1953. General Electric lajmëroi se të gjithë komunistët do të largohen nga puna. 1961. Tanganyika pavarësohet nga Britania. 1990. Lech Walesa u bë presidenti i parë në Poloni i zgjedhur drejt për drejt. Pikërisht në këtë ditë, generali i famshëm bizantin Belisarius hyri në Rom pa ndonjë rezistencë, duke shënuar fillimin e sundimit bizantin mbi këtë qytet legjendar, një moment historik për një perandori që kërkonte të rikthente lavdinë e saj. Në vitin 1793 hapet për publikun Muzeu i famshëm Louvre në Francë, duke u bërë një thesar i artit botror. Kujtoni veprat madhështore si Mona Lisa që sot tërheqin miliona vizitorë nga çdo cep i globit. Në vitin 1905, Franca miraton ligjin që ndan kishën nga shteti, një akt që vendosi themelet për një shtet laik modern. Ishte një moment që ndryshoi mënyrën se si shoqëria franceze ndërvepronte me fenë dhe politikën. Në vitin 1961, Tanganyika shpall pavarësinë nga Britania, një hap historik që çoi në krijimin e Tanzanisë. Ishte fillimi një epoke të re për popullin afrikan. Në vitin 2019, Organizata Botërore e Shëndetësisë bën një premtim të guximshëm të jap fund epidemisë globale të SIDA-s deri në vitin 2030, një mision i fuqishëm që synon të shpëtojë miliona njerëz. Lindje 1608. Lindi John Milton, letrar anglez. 1868. Lindi Fritz Haber, kimist dhe nobelist gjerman. 1901. Lindi Odon von Horvath, letrar austriak. 1917. Lindi Tomislav Neralic, operist kroat. 1956. Lindi Jean-Pierre Thiolet, autor francez. 1960. Lindi Droboslav Paraga, politikan kroat. 1964. Lindi Paul Landers, kompozitor gjerman. 1972. Lindi Trekul, kompozitor amerikan. 1980. Lindi Matthias Landziker, skiator austriak. Tani do të flasim për lindjet e veçanta të personaliteteve të datës 9 dhjetor. Në vitin 1608, sot festojmë lindjen e John Milton, autorit anglez të kryeveprës Parajsa e humbur. Ai na mësoi se forca e fjalës poetike mund të kabërcejë kufijtë e kohës dhe hapësirës. Në vitin 1742, Carl Wilhelm Schell, kimisti suedez që zbuloi oksigjenin, edhe pse lavdia për këtë zbulim ju dha të tjerëve, një mendje brillante që kontriboi në themelimin e kimisë moderne, erdhi në jetë sot. Në vitin 1886 vjen në jetë Clarence Birdsey, shpikësi që revolucionarizoi mënyrën se si ruajmë ushqimin me ngrirjen e tij. Sot frigoriferi ynë është dëshmi e vizionit të tij. Në vitin 1916 vjen në jetë Kirk Douglas, një nga aktorët më të dashur të Hollywoodit klasik, që bë simbol i forcës dhe karizmës në ekran. Në vitin 1964 vjen në jetë Paul Lenders, antari i grupit gjerman Rammstein, i cili vazhdon të ndesë skenat botërore me muzikën e tij të fuqishme. Vdekje 1437. Vdik Zhigmund Luxemburgu, mbret romak. 1937.
Vdiq Gustav Dalen, fizikant suedez dhe fituesi të çmimit Nobel për fizik. 2008. Vdiq Dražan Jerković, futbollist, reprezentues, trajner kroat. Festa dhe përvjetore. Dita botërore kundër korrupsionit. Si çdo datë tjetër, dhe kjo datë shënoi vdekje të paharruara. Në vitin 1603, William Gilbert, një nga mendjet e para që studioi magnetizmin, punimet e tij hapën rrugën për zbulime që ndryshuan botën, ndëroi jetë sot. Një tjetër personazh i rëndësishëm që na la në këtë ditë është Almeida Garrett, viti 1854, shkrimtar dhe politikan portugez, themelues i teatrit modern në Portugali. Ai solli artin më afër njerëzve të zakonshëm. Në vitin 1937 ndëroi jetë Niels Gustav Dalen, fituesi i çmimit Nobel për fizik dhe shpikës i sistemeve të ndriçimit që i dhan jetë teknologjisë moderne të dritës automatike. Në vitin 1971 ndëroi jetë Ralph Bunche, një diplomat amerikan i cili bëri histori duke fituar çmimin Nobel për paqe. Ai punoi pa pushim për të sjellë paqe në botën tonë të trazuar. Një tjetër personazh i rëndësishëm që ndroi jetë në vitin 1994, Max Bill, një artist dhe dizajner zvicerian që kombinoi artin me arkitekturën në mënyra të reja dhe frymëzuese. Sot do të flasim për një njerëz që e pa botën jo thjesht si një hapësirë për të ekzistuar, por si një kanavacë të madhe për art dhe dizajn. Ai quhej Max Bill dhe emri i tij shndron si një simbol i kreativitetit të pakufishëm dhe ndërlidhjes mes artit, arkitekturës dhe jetës së përditshme. Max Bill lindi më 22 dhjetor të vitit 1908 në Zvicër dhe që në fillim tregoi një prirje të veçantë për artin dhe formën. Ai studioi në shkollën e famshme Bauhaus në Gjermani, ku u ndikua nga mjeshtër si Walter Gropius dhe Paul Klee. Ishte pikërisht në këtë shkollë ku Bill filloi të zhvillonte filozofinë e tij për një art që ndërthurte formën dhe funksionin, një art që do të shërbente për njerëzit. Max Bill nuk ishte thjesht një artist, ai ishte një krijues universal. Si skulptor ai krijoi vepra që dukeshin si forma perfekte matematikore të ngulitura në hapësirë. Si arkitekt ndërtoi ndërtesa që ishin funksionale por njëkohësisht të bukura. Si dizajner grafik dhe industrial ai krijoi objekte që bëheshin pjesë e përditshmërisë, duke sjellë estetikën në jetën e zakonshme. Një nga arritjet më të mëdha të Max Bill ishte shkolla e dizajnit në Ulm, të cilën ai e bashkëthemeloi në vitin 1953. Kjo shkollë u bë një qendër për të gjithë ata që besonin se dizajni nuk ishte thjesht dekor, por një mënyrë për të përmirësuar botën. Edhe sot, shumë nga parimet e tij përdoren në arkitekturë, dizajn produkti dhe art modern. Një nga skulpturat më të njohura të tij quhet Sfera e pafundësisë, një vepër që duket sikur nuk ka as fillim dhe as fund. Ajo mishëron filozofinë e tij, harmonia, simetria dhe ideja që arti duhet të jetë një reflektim i përjetësisë. Max Bill ndëroi jetë në 9 dhjetor të vitit 1994, por trashëgimia e tij vazhdon të jetojë në çdo objekt funksional që ndërthur estetikën dhe efikasitetin. Max Bill na mëson se arti nuk është diçka e ndarë nga jeta, është vetë jeta e përmirësuar dhe e pasuruar. Ai ishte një artist që nuk krijoi për veten, por për botën, duke sjellë bukuri dhe funksionalitet në çdo cep të jetës sonë të përditshme. Vjoj me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për efektin Mozart. Sipas këtij koncepti, dëgjimi i muzikës klasike, veçanërisht veprat e Mozartit, mund të përmirësojnë përkohësisht aftësitë tona njohëse, si përqendrimi dhe zgjidhja e problemeve komplekse. Hulumtimet fillestare sugjeruan se kjo muzikë mund të rrisë përkohësisht inteligjencën, duke nxitur shumë njerëz të përdorin muzikën klasike si një stimulues mendor. Megjithse studiuesit ende debatojnë mbi efektin e plotë të kësaj teorie, nuk ka dyshim se muzika ka një ndikim të thellë në trurin ton. Pra herën tjetër që keni një detyrë të vështirë apo ndjeni nevojën për frymëzim, provoni të dëgjoni Mozart, ndoshta ai është çelësi për një zgjidhje brillante. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Fruti që kam përzgjedhur për sot është ftoi. Ftoi është një pemë frutore viseve të ngrohta, ndërsa farat e tij përdoren gjithsesi në mjeksi.
për të prodhuar ilaçet. Megjithatë, vlerat e vërteta të ftojit mund t'i merrni duke konsumuar atë si frut organik bashkë me lëkurën, duke qenë se është i pasur me lëndë të shumta ushqyese si vitamina, minerale, përbërës fenolik, antioksidues dhe fibra distike. Disa nga përfitimet shëndetësore të ftojit janë ulja e kolesterolit, forcimi i sistemit imunitar, parandalimi i sëmundjeve gastrointestinale, lehtësimi i inflamacionit, ulja e tensionit të gjakut, parandalimi i alergjive të ndryshme, përmirësimi i qarkullimit të gjakut. Ftoji është burimi më i pasur me vitaminë C, zink, kalium, hekur dhe fibra dietike. Ai gjithashtu përmban element organik dhe ushqimor që ja shumë fishojnë vlerat shëndetësore. Ndihmon në rënien në peshë në mënyrë të mirë për të përshpejtuar metabolizmin dhe për të rënë në peshë është të përmirësoni tretjen. Ftoji është i pasur me fibra dietike, lëndë ushqyese që ndihmojnë sistemin tretës. Do të keni më shumë energji dhe do të humbisni më shumë peshë duke përmirësuar shëndetin digestiv. Ftoji gjithashtu ka pak kalori, krip dhe yndyrë. Parandalon sëmundjet gastrointestinale, përveç se ndihmon në procesin e tretjes së ushqimeve dhe përmban fibra të larta dietike, mund të ndihmojë gjithashtu edhe për të parandaluar një sër gjendjesh gastrointestinale, si sëmundja e zorrës së irrituar. Kujdesi ndaj lëkurës. Nivelet e larta të antioksiduesve dhe vitaminave tek ftoji janë shumë të mira për të mbajtur të shëndetshme lëkurën tuaj. Antioksiduesit parandalojnë tëntimin nga radikalet e lira në lëkurë, duke parandaluar kështu shfaqjen e parakohshme të rrudhave, të njodhave dhe duke mbrojtur lëkurën kundër rrezeve ultraviolet. Rregullon tensionin e gjakut. Kaliumi është një nga mineralet më të rëndësishëm në trup, pasi mban në kontroll tensionin e gjakut dhe ndihmon për të transportuar lëngjet në qelizat e trupit. Sa i përket tensionit të gjakut, kaliumi ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut dhe arterieve, duke parandaluar kështu sforcimin e sistemit kardiovaskular. Kështu mund të ulet rreziku për zhvillimin e sëmundjeve të tilla si arterioskleroza, sëmundja koronare e zemrës, sulmi në zemër dhe goditjet në tru. Forcon sistemin imunitar. Përveç antioksiduesve, ftoji është i pasur edhe në vitamina, si ajo A dhe E, të cilat forcojnë sistemin imunitar në disa mënyra. Për shembull, vitamina C stimulon sistemin imunitar, duke arritur furnizimin me qelizat të bardha të gjakut, që janë të parat për mbrojtjen kundër viruseve, baktereve dhe patogjenëve në trup. Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe parandalon anemin. Duke qenë se ka një përmbajtje të lartë të mineraleve si hekuri dhe zinku, ftoji ndihmon në prodhimin e qelizave të kuqit të gjakut dhe qarkullimin e gjakut në të gjithë trupin. Kështu parandalohen sëmundje të tilla si anemia për shkak të mungesës së hekurit. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 9 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët në shumicën e zonave. Paraditja do të sjellë diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja ruan po të njëjtin regjim me pak vranësira kalimtare në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë diell, duke krijuar një situatë të qetë atmosferike. Era do të fryjë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 9 dhjetor do të jetë në orën 6:48 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi,
4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 9 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e një fushe të qetë atmosferike me mot të kthjellët dhe vranësira të pakta. Paraditja do të sjellë kthjellime në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja ruan mot të qetë me disa re kalimtare në lindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 9 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 09 dhjetor do të jetë në orën 6:47 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, -2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 8 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 1 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 10 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ky është gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi ta shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërkohë, nëse dëshironi ta shikoni live Drita Televizion, mjafton të klikoni në web drita.tv. Ky është gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj që ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.